e gjikimit për pasuesit e imanit, tha sa është diferenca mes drekës dhe ikindis, pra qka që zgat për pasuesit e imanit, me gjithata jo ndil, jo pangron, tha pejgamberi Allah, do t'jen të strehuar në njën e arshit Allah të zogjel, qka do t'han, ka thonë pejgamberi Allah, ushqimin e parë, që do të hanë banor të gjennetit, pasuesit e imanit, do të hanë këtë vend, do të hanë mëlqin e peshkut, dhe do të pinë prej bazentit pejgamberit Allah. A din, qka do me thonë, ti a i me qenë prej atinve, që pinë prej bazentit pejgamberit Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bazenti im, ditën e gjikimet, është i gatë një muj me hec, i gjanë një muj me hec, ngjira e ujit bazentit tim, që vjen prej ujit të keftherit, e ka ngjirën më të bardhë se sa gjumshti, më të amël se sa mjalti, më të freskët se sa bora, a i që pi prej këti uji, kur më nuk i pijet, edhe nëse hinë gjennetin Allah. Do t'jen ato të cilët pinë në njën e arshit Allah të zogjel. Ditën, kur do të merën, do të qajnë disa njerëz lot, ka thonë pejgamberi Allah, me një ravajet që e transmeton, që e këtë ravajet e kanë zirë Imam Nesaiu, tha do të qajnë lot, deri sa ti derdhin gjithë lot, të dëshpruar pse se kanë pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha pasi që ti derdhin lotët, tha do t'ja fillojnë me qajt, do të qajnë gjak, tha me pas anije më të mdhaja, do të lundrojnë bi gjakun e të dëshpruari venditën e gjikimit. Pra Allah i dashër musliman, shpatimi është këtë dit a i cili ka pregadit për këtë dit, do të srehohet në njëje a i cili ka vepru për këtë dit, a i cili ka punu për këtë dit. Pasaj thot pejgamberi Allah, do të vene rasti me i mat veprat, val si do të matët besimtari, me leku që ndron të peshorja, hi besimtarin ta, i vogël, i raskapitor, i hol, i dop, peshon të Allahu azza wa jall, maran se sa kodra Uhudit. Pra ki ku të peshon me veprat të mira shumë, me laqa bërtet dhe thot, i lumt, filani i biri filanit, është përgëzu me të mira, dhe s'ka për këta dëshprim, dhe s'ka për këta piklim. Ndërsa ven një njeri i madh, i shnosh, i madh, hip këndar, nuk peshon të Allah një gram, nga se nuk posedon iman dhe besim. Tha për ata Allahu azza wa jall, tha në Kurani Kerim, ditën e gjikimit, disa njerëz nuk peshojnë, nuk e lujnë kazalkën e peshorës në ditën e gjikimit, edhe pse në këtë dënja të mëdhaj, të rritur, peshore më shumë se 150 kilogram, të Allah as 1 gram, të Allah matët me iman. Pasaj tha pejgamberi Allah, për pasuesit e imanit, Allah nuk i llogarit para kejtëve, pa Allah e veçon. Allah veçohet me besimtarit, thot o filan, a ki bon këtë dit qështon dhe qështon dhe qështon, thot po ja Arab, s'ka mundësi me mohu, mi po Allah se marron, thot unë e jam a i cili, ti kam bulun dënja, dhe unë a i jam a i cili, ta fali sot në ditën e gjikimit, këtë përgëzim, këtë hedij, këtë dhurat, nuk e posedon askush, vetëm se pasuesi imanit, ndërsa ato të cilët e kanë lanë fen pas dore, ato të cilët kanë vrapu mas dënjas, duke të nëtu me zonë dënjan, ato të cilët janë robru, rob të epshit të tyret, thot Allah Azogjel para kejt kriesa, ha ula illedhine këdhebu ala rabbihim, këto janë rëncakët, këto janë të të mirët e Allahut i kanë shiju, këto janë ata të cilët e kanë hangër riskën e Allahut, dhe e kanë lanë dinin Allahut pas dore, para krejtve Allah azza wa jall i të pranë. Ndërsa Allah i dashur musliman, pejgamberi Allah na ka tregu me një hadith, që këtë hadith e kanë nxjerr Imam Muslimi, Ebu Dher el Ghifari na transmeton nga pejgamberi Allah, që na tregon për njerin e fundit që hin xhennetin Allah. Njeri
i fundit që del prej zjarmi i xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri i fundit që i në xhennet prezanton para Allahut azza wa jall, gjunahet të mëdha ka bën, por dhe gjunahet të vogla. Megjithatë, musliman pasues i imanit, tha i thot Allahu melekëve, mshenjani gjunahet e mëdha, shfaqani vit gjunahet e vogla. Dhe i thot Allahu azza wa jall, o filan, a ki bon këtë pun? A ki qenë ti a i cili gjindesh këto, që shpishef këto gjunahet e vogla? Tha ki thot me vetë mjerit unë, që të të voglet hiq në sapë si kam pas, ku të mdalin që të mëdhojet, më shkatërojmë, më qojmë fund gjenem. Tha ki bon që këta? Tha e pohon, s'ka mundësi me mu. Thot Allah azza wa jall, me legve, që të gjunahet e vogla, banjani se vapë. Qka thonë të kirop? Thot o Zot, i kam do gjunahet mëdhoja s'pishof këtu. Që bojnë Allahu azza wa jall edhe ato se vape. Allahu azza wa jall thot për gjigjuni, shfaqjani edhe gjunahet e mëdhaja dhe shëndërojani në se vape. Gjithashtu, për pasuesit e imanit, si që në tregon pejgamberi Allahut, në ditën e gjikimit, pasi disa musliman për shkak gjunah, për shkak gabime, hinë xhenem, edhe jo muslimant i thojnë, çka patën dobi ju që shkojshni në xhami, çka patën dobi ju që agjerut, çka patën dobi që shkut në haç, çka patën dobi që ju mbulove, kurse ju bashk me neve në xhenem. Thot Allahu azza wa jall, pasi që ndëgjon këtë fjalë, thot nxjerri këtë pasuesit e imanit në xhennetin e Allahut. Në qatë moment, thonë jo musliman, që ka thonë Allahu në Kurani Kerim, rubema, yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, thonë atë kishmi kon edhe ne musliman, që të kishim shpëtu si të shpëtuan ato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon shumë hadithe se përgëzuesit e imanit janë ata që Allah i shpërblen ato pa hesab. Transmeton me një hadith Imam Tirmidhiu, këtë hadith e ka konsideru Sheikh Albani se është hadith i mirë. Transmeton një sahabi që e quajnë Jabir ibn Abdullah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit, ato që i kanë bën namaz, paraqiten ditën e gjykimit dhe Allahu e bepeshorën, ja motin se vapë. Këti që i ka bon namaz, jepi që kaq. Aj që i ka dhonë sadaka, i motët shpërblim. Aj që i ka shku në haq, i motët gjithashtu dhe atinve shpërblimi, ndërsa ato që janë sprovu për Allah, thot Allahu hek në peshorë. Sa po do se vapë, tha merë sa duen, sa ka me morë. Këtinve janë që i derdhen se vapët pa hesab. Këto janë ata që Allahu azza wa jall i përgëzon dhe i përgdhel ditën e gjykimit derisa jo të sprovuarit thojnë, o Zot, më kon tishmi sprovu derisa lëkura na u kishte lëkura na ishte pre me gërshon. Këta e shpresojnë kur t'i shofin se sa Allahu azza wa jall i jap shpërblim atyre që janë sprovu në këtë dënja. Kush është ai i cili shpërblen ma shumë se Allah? Kush është bujar ma i madh se Allah? La i dashur musliman, Allahu azza wa jall për pasuesit e imanit i ka pregadit 8 dirë të xhennetit. Sa të gjona, ka thonë pejgamberi Allahut, 40 vjet, 20 vjet, me het vetëm pragin e një derës të xhennetit. Thot pejgamberi Allahut, i thonë ja Rasulallah, na ban një dua që të jemi ma shumë xhennet. E boni pejgamberi Allahut, ju lut Allahut azza wa jall që gjisa e banorëve xhennetit të jenë prej ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu më përgjigj dhe më njoftoi dhe më tha, banorët e xhennetit do të jenë 120 safe. Ja Muhammed, prej teje, prej ummetit tan, prej pasuesve tu, do të jenë 80 radhë. Pra Allahu më dha më shumë se sa i lip Allahu azza wa jall. Të dirë të xhennetit, Allahu azza wa jall i ka pregadit për pasuesit e imanit, derisa Ibn Qayyim thot, as ka ma bujar se Allah,
A keni pa? Se a i cili e le një pun për Allah, Allah ja qel di pun. A i cili e mbil një der të haramit, Allah ja qel